Mirëmëngjes, njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni? Kalojmë ditën së bashku sot këtu në pushime që jemi, nga mëngjesi deri në darkë. Edhe tani me që është mëngjes, kemi edhe një surprizë sot. Kush na vjen në pushime këtu bashkë me neve? Do ta shikojmë gjatë ditës. Vetëm që tani që është mëngjes duhet të përgatit gjërat që të ikim në plazh. I kemi këtu. I kemi ndër peshqirët nga dita e parë që të thajnë që t'i marrim prapë në plazh. I mblodha të gjithë peshqirët, anë mbanë nga i kemi që të mundem t'i marrë me vete. Edhe i vetë të shkoj të gjithë në një shezlon, pastaj të zgjohen të tjerët edhe të vinë. Vetë të marrë edhe kafe në mëngjesit. Bën shumë vapo njerëz. Jam gati t'i bën shumë vape madhe, edhe kuptohet që flokë nuk i druaj dot të fare poshtë. Më shkoj të marr kafen, shezlonet, nuk e dija do gjëje, se u vonova shumë, u zgjua dhe Eva, u morë me muhabet edhe i kora, që kështu shikoj se a do gjë në një shezlon sot. Ja tu tregoj edhe pak rrugën që po vemi për tek deti. Po vinë njerëz, sa që bëjmë video vinë njerëz që nuk i gjen. Është vetëm 5 minuta me këmbë nga hoteli deti. Edhe zakonisht vim tek i njëjti det, me që tani që janë edhe fëmijët në Itali i quam andeje këteja. Ndaja edhe këtu i lëm në një det që të çlodhen. Kjo është edhe udha që shkojmë për te deti. Të gjithë shkojnë me makina, vetëm neve ecim, se duam të ecim në mëngjes, edhe bëjmë si punë workout. Kemi edhe një kish këtu, afër para se të shkojmë te deti. Edhe deti të lodhë njerëz, e vërteta është. Djali tim më tha që sot s'do të futet në det, të shikojmë, po kalon avion. Edhe shezlonin, tani do i të marr kafe. Edhe deti është shumë i mirë. Si që thash bën shumë vape madhe. Erdha të marrë edhe kafen e mëngjesit, të pim kafen dhe të vazhdojmë ditën. Edhe një mbëlsirë bashkë me kafen, po ha edhe një byrek që të shkoj dita mbarë. Sa e bukur që është sot deti, shikoni. Nuk ka fare daugë këtë moment, është 3 hakës. Edhe zgjallit po luan me lojra sa të tjerë vapa e madhe. Unë akoma po pi kafen e mëngjesit. Nuk po vjen të çojmë të dalë diell. Po lozim e top me djalin në vend të vemi të futemi në det. Nuk do të futet në det, është kaq i lodhur. Eva po luan lojë edhe nga që po humb edhe më çau veshet gjithë orën me këtë. Po humba moj. Djali Evës me shokët po luajnë volej, edhe djali tim nuk i lë rehat. Ku po shkojmë tani? Do shkojmë të marrim nga stacioni autobusëve që kanë arritur. Do t'u tregoj për pak. Po ecim në këtë vend që është një mrekulli e vërtet. Kur futesh në makinë me 40 gradë, edhe brenda në makinë është 45, o zot, sauna paparajke. Rri brenda, shkrin djamit të gjitha. Do ikim tani neve, të vemi të marrim njerëzit që u thash. Që nga nxirru tani që shkoj veten, edhe s'kam edhe filtr pa dini. Si një çik më këmbë, sejl autobusi në mes të rrugës këtu afër. Ta shikojmë. Unë s'kam marrë herë tjetër këtu. Jemi në anë të anës. Po, i dipunati këto. Që ka marrë edhe herë të tjera. Që kanë ardhur me pushime. Evo. Ku janë? Ja tek janë. Erdhën prindrit me pushime. Erdhën prindrit me pushime. Babi zdo që ta të gjerë në video. Mami me babin. Mami nuk a tregoj, babi nuk do të dali në video, ndaja do të respektojmë dhe nuk do të nxjerr në video.
por erdhën. Të kalojmë pushimet së bashku në Greqi. Ja dhe balenat e vogla që po notojnë. Edhe për darkë do hamë pizza. Këto vendosi familja. Ne po ikim nga deti, do shkojmë, do ndërrohemi. Edhe me që ka muzik live, sonde do shkojmë që do dëgjojmë muzikën. Kështu dita deri tani, u përvëllua më dojë nga dielli. Edhe çdo ditë bëhet edhe më keq gjendja, nga që djali rri gjithë ditën në ujë. Edhe duhet të rridhon nga pastilla. Tjerët po ikim më para. Mami, djali Evës, djali tim që nuk dëgjon. Dimitri, prit këtu Dimitri. Po në fund edhe deti të lodh shumë. Jemi pushime edhe vetëm nuk shtohesh. Më shumë lodhesh. Se po kalojmë edhe në rrugë këtu edhe nuk ka edhe trotuar. Ikëm të bëhemi gati që të vemi të dëgjojmë muzikë. Darkën do ta mbyllim me këngë edhe me valle greke. Do kemi live, por nuk ka filluar akoma. Ose pyet se ç'kemi ngrënë sot. Όπως τα όνειρα να είναι μαύρο. Τι καημό να σε βρω. Δεύτερη φορά θα έρθω για να ζήσω. Όσο η καρδιά κι αν λαχταρά δεν θα ξαναγαπήσω. Το ξέρουμε. Όσο η καρδιά κι αν λαχταρά δεν θα ξαναγαπήσω. Edhe kështu do t'u lëmë, do t'a mbyllim edhe këtë video. Faleminderit shumë që ishi deri në fund të videos. Do shihem në një nga videot e radhës.